Në Universitetin e Shkodrës, Luiq Gurekuqi, pranë departamentit të infermierisë, është hapur një zyrë e cila do mundsoj studentëve që dëshirojnë të emigrojnë mësimin e gjuhës gjermane. Shteti gjerman ka rritur kërkesat për mjek dhe infermier, ndërsa ka hedhur syt ndjeshëm nga Ballkani për të plotësuar nevojat që ka. Shefi i departamentit infermierisë në Shkodër, Emiliano Pietri, thotë se qendra e gjuhëve dhe trajnimeve profesionale Lingua që u hap është një mundësi e mirë për studentët. Qendra e sapo inauguruar është fruit e një bashkëpunimi të Universitetit të Shkodrës dhe një marrëveshje të Universitetit të Shkodrës me Institutin Lingua me qendrën në Gjermani, që ofron një mundësi për studentët që duan që aftësitë e tyre personale ti shpalosin jashtë Shqipërisë, edhe pse qëllimi jonë është që studentët të rrinë brenda trojeve shqiptare, por nëse do ketë studentë të cilë deri dje kanë shku në kryeqytet dhe kanë pas një mundësi më të caktuar lidhje me efektet ekonomike pranë familjeve tyre, sot pas kësaj marrëveshje kjo bëhet e mundur dhe këto studentë mundën që të gjitha aftësitë e tyre profesionale në koordinim me aftësitë e tyre gjuhësore dhe lehtësinë që ofron kjo qendër në lidhje me mediatorin në punë, të realizojnë edhe ëndrat e tyre nëse do të kenë për të punuar në një vend të Bashkimit Evropian siç është Gjermania ose Austria. Vlerina Osman nga qendra Lingua thotë se Gjermania ka si shqetësim mungesën e profesionistëve të rinj, duke hapur dyert kështu për studentët shqiptar që të vijojnë atje karrierën si infermier. Bashkëpunimet tona janë të shumta me klinika anë Gjermanisë dhe ky është qëllimi. Të ndërtohen dhe të zhvillohen tutje gjeneratat e ardhshme të kësaj fushë. Edhe për rektorin e Universitetit të Shkodrës Toni Ngjura i tha se tregu tashmë është i hapur dhe mund të shkojnë kudo. Kjo qendër duket modeste, është një mjedis, është një ambient modest, por në fakt është një ambient koordinues midis universitetit ton dhe Lingua Kosova SHPK, po me partner gjerman. Pozitive për studentët është sepse janë rreth 780 orë mësimi që do bëhen për të arritur nivelin B2 të gjuhës gjermane, që do të kenë mundësi ta ndjekin në mënyrë të përzier ose të kombinuar, siç thotë, edhe online kurset e gjermanishës, por natyrisht edhe fizikisht nëse do të dëshirojnë. Ky është tregu i sotëm, është treg i hapur, mund të punësohesh në Shqipëri, mund të punësohesh në rajon, mund të punësohesh në Gjermani. E rëndësishme është që ne të nxjerrim, të provojmë profesionistë të cilët njohin nivelin e gjuhës dhe janë profesionistë sa i takon profesionit të tyre në infermeri e përgjithshme dhe në mami. Pas inaugurimit, rektori Gjura i priti në zyrë përfaqësuesit e Lingua në një takim kortezie ku diskutua për hapat e mëtejshëm të bashkëpunimit dhe për projektet që do të zbatohen në të ardhmen në fushën e formimit profesional dhe ndërkombëtarizimit të studimeve.